Që nga shpallja e një pjese të malit Sharp për park kombëtar, banorët që jetojnë në brezin kufitar të këtij parku po përballen me probleme sidomos në aspektin e prerjes së drunjeve për ngrohje. Probleme më shumë kanë banorët me dokumentet e pronësisë, për shkak të mosrregullimit të dokumenteve të pronësisë së tyre. Ata shpesh herë hasin në procedura të gjata që vështirëson marrjen e lejes për prerje të drunjeve për ngrohje. Me këta probleme përballen kryesisht banorët, të cilët si lëndë të parë për ngrohje e përdorin drurin. Nga parku kombëtar Mali Sharp thonë se mundohen që t'ju dalin në ndihmë banorëve që kanë nevojë për të prerë dru për ngrohje. Në këtë drejtim, nga ky institucion thonë dukshëm kanë rënë aktivitetet ilegale të prerjes së drunjve. Ka probleme në aspektin e dokumentacionit, gjithsesi pronat nuk janë në emën të personave, pronat private, pra nuk janë në emën të personave të cilët kërkojnë leje për prerje të drunve. Mirë po, kemi arritur ti menaxhojmë, jam angazhuar edhe vetë që t'u dalë në ndihmë, sidomos banorëve lokal. Siç e thatë edhe ju, çdo vit vjen duke u zvogluar edhe sasia e drunve që priten për nevojat e personale pra për ngrohje, dhe njerëzit kanë filluar të shfrytëzojnë edhe metoda tjera alternative për ngrohje, kështu që në të ardhmen, siç e ceka me ndihmën e projektit UNEP, do t'i përpilojmë edhe 4 plane tjera të cilat deri tani nuk janë përgatitur, dhe besoj se ato plane do të na lehtësojnë shumë punën edhe neve si institucion, sidomos për plotësimin e nevojave të popullatës për prerje të drunve. Kemi para disa javëve nënshkruajta edhe një memorandum bashkëpunimi me Inspektoratin Shtetëror të Pilltarisë dhe Gjuetisë, dhe edhe me ato me njësinë rajonale të tyre kemi një komunikim dhe bashkëpunim të mirë, kështu që besoj se probleme nëse ka patur në të kaluarën, në të ardhmen nuk do ketë sa i përket nevojave personale për banorët lokal për ngrohje. Problem në vete paraqesin dhe deponit e egra në teritorin e parkut kombëtar Mali Sharp, edhe pse ka pasur iniciativa për pastrimin e tyre, megjithatë kohë pas kohe shfaqen deponi të reja. Nga parku kombëtar thonë se punohet që këta deponi të pastrohen dhe mos lejohet krijimi i deponive të reja. Deponit e egra janë një problem që duhet patjetër të kemi të involvohen dhe pushtetet lokale. Fatkeqësisht janë një fotografi shumë e keqe ndaj turistëve, sidomos ndaj turistëve të huaj. Do kisha përmendur si shembull për të mirë rastin me komunës së Bogovinës, pra kryetari sapo zgjedhur pastroi një deponi rrugës nga Bogovina për në Novosel, që menjëherë na u përshëndet edhe kemi shumë falënderime dhe fjalë pozitive nga turistë të huaj, sepse ajo linte një pasqyrë shumë të keqe ndaj turistëve. Pra këtu kemi kërkuar, kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me komunën e Tetovës, kemi nënshkruar edhe memorandum bashkëpunimi. Shpresojmë se në të ardhmen do të punohet në drejtim që këto deponi të pastrohen, mirë po nuk është problemi vetëm të pastrohen, por patjetër duhet punohet që gjendet një zgjidhje që do të ofrohet banorëve, sidomos banorëve të viseve të fshatrave malore, që një alternativë ku do t'i hudhin ato mbeturina. Veçanërisht gjatë sezonit të dimrit, pra dhjetor, janar, shkurt, ku edhe kompania që bën grumbullimin e atyre mbeturinave nuk për shkak të kushteve nuk i grumbullon. Kështu që gjatë atyre 3 muajve pra duhet të punohet që të gjendet një zgjidhje ku do të mund banorët të deponojnë ato deponit e egra. Drejtori Elmazi ka dhënë garanci se në teritorin e parkut kombëtar nuk do të tolerohet ndërtimi i asnjë hidrocentrali të vogël.